Ky summit nuk është një mbledhje ceremoniale. Është një deklaratë qëllimesh të larta dhe të përbashkëta. Është padyshim dhe mishërim i bindjes sonë se diaspora shqiptare nuk është në periferi të jetës kombëtare të Shqipërisë, por në qendrën e saj. Shqipëria sot nuk është më vendi që i kërkon diasporës kujtesë dhe indulgjencë monetare. Ky vend është një kantier i madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nganjëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas, në kohën kur ne filluam të mendonim për summitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Atëhere, ky ishte mbi të gjitha një moment të ritakimi në një vend plot shpresë të rilindur, por dhe plot plagë të hapura. Ishte një hap i parë për të thirrur fuqinë e diasporës dhe për të ndjerë më të fortë përballë përpjetës së thepisur që duhet të ngjisnim drejt majës ku sot jemi më afër se kur ndonjëherë. A ishte fillimi një bisede të ndërprerë mes Shqipërisë dhe bijve të saj, përtej detit dhe përtej maleve. Sot jemi në fazën e ndërtimit të asaj që ka qenë boshti i bisedës sonë shekullore, rrugës së lidhjes përfundimtare me atë anë të botës ku dielli lind andej nga perëndon. Në summitin e parë, kërkesa juaj e parë ishte e drejta e votës nga jashtë dheut. Po kështu dhe në dytin e po ashtu dhe në tretin. Ishte një kërkesë themelore për të qenë jo vetëm pjesë emocionale e këtij kombi, por dhe pjesë aktive e vendimarrjes së tij. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar atë të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. Nga një drejtë e kërkuar në një drejtë e ushtruar. Nga një zë që kërkohej dëgjohej në një zë që tani më është pjesë e vendimarrjes popullore për udhëheqjen e këtij vendi. Atëherë, shumë prej jush ishin shqiptarë që shpesh duhet përballeshit me paragjykime për emrin e vendit tuaj. Sot ju jeni kryelart kudo dhe kurdo emri i vendit ton thirret në vëmendje. Sepse emri i Shqipërisë ka kaluar një transformim të thellë. Nga një sinonim i një të keqe në sytë të tjerëve, Shqipëria është bërë sinonim i detit, i diellit, i natyrës dhe i njerëzve mikpritës. Nga një vend që përmendej në rastin më të mirë me dyshim dhe në rastin më të keq me përbuzje, Shqipëria sot është një vend që përmendet në rastin më të mirë me kuriozitet dhe në rastin edhe më të mirë me dëshirë. Nga një emër që shpesh duhej shpjeguar se ku binte në hartën e botës, sot Shqipëria është një emër që flet vetë në të gjitha gjuhët e botës. Sot Shqipëria është shumë më ndryshe nga atëherë kur ne u mblodhëm në summitin e parë të diasporës. E nisëm rrugtimin ton me
Një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro. Sot, prodhimi ynë i përgjithshëm kombëtar është 27 miliard euro dhe në fund të kësaj dekade ne synojmë ta çojmë në 35 miliard euro. E nisëm rrugtimin ton me të ardhura për frym më pak se 3.000 euro në vit dhe sot jemi mbi 11.000 euro në vit. Synimi ynë është që në vitin 2030 të jemi mbi 15.000 euro në vit. E nisëm rrugtimin ton me 2 milionë ca turist, ku edhe paraardhësi im në Zyrë e numëron të veten si turist sa herë kthehej nga udhëtimet e punës jashtë shtetit, dhe çdo shqiptar që dilte jashtë, kur hynte përsëri për të kthyer në shtëpi, numërohej si turist. Në atë kohë, Shqipëria kishte 300-400 milion euro investime të huaja në vit. Sot, Shqipëria ka 12 milion turist dhe kaloi 1.6 miliard euro investime të huaja në vit.